historinë e Ibrahimit a.s. Me ditë vendin ku jemi të shku ne. A bëni? Po. A bëni? Po. A keni e pyetje një fillimisht? Pyetje, a keni? Nuk thejet. Hajde bismillah. Atëherë une po ja nisi me e kallëzu historinë e Ibrahimit pika shkurta, edhe pse tash ka shumë detaje, po do ta kallëzoj pika shkurta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun xhalla shane falendrem, salavatet, selamet, përshëndetjet tona dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Historia e Ibrahimit a.s. nëse e shohim në Kur'an, Allahu xhalla shanu e përmend mbi 70 herë, thuhet 73 herë ose më shumë. Historinë e Ibrahimit a.s. Allahu xhalla shanu nga zvoglimi derisa ka vdek e përmend emrin e tij edhe historinë e tij pjesë në 70 herë e përmend emrin Ibrahim. Kjo do me në kallëzu Allahu Gjellëshanu se është njën nga pengamert që Allahu Gjellëshanu i ka dalu. Kanë qenë 124.000 pengamert. E për atyre 124.000 i ka dalu Allahu Gjellëshanu 5 për tyre. Ulul Azmi. Kush janë ata Ulul Azmi? Muhammed a.s. Isa a.s. Musa a.s. Ibrahimi a.s. edhe ma i vjetër Nuhi a.s. që ka Nuhi a.s. mas Ademit a.s. Edhe Allahu Gjellëshan e përmend Ibrahimin a.s. më shumë se 70 kusur vende për me na tregu se ky pejgamberi i Allahut edhe Allahu Gjellëshan e ka qut Khalilullah, dosti Allahu Gjellëshan kush Ibrahimi a.s. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thuhet se shumë i kanë ngja Ibrahimit alayhi salam. Edhe pejgamberi jon Muhammed alayhi salam e ka prej ardhjen prej Ibrahimit alayhi salatu wasalam nga djali Ismaili i tij, nga djali Ibrahimit Ismaili i tij alayhi salam. Ibrahimi alayhi salam ka lind në Babilon, një qytet ku është në Irak për momentin. Mas pejgamberit e Allahut Salihut alayhi salatu wasalam ka ardhur Ibrahimi alayhi salam. Edhe njën nga pejgamberët që Allahu xhaleshanu e ka bu pejgamber është Ibrahimi alayhi salam para se të mbush 40 vite, 40 vite. Po du më u kthishim me po ai në fet apo jo. Para se mi mbush Ibrahimi alayhi salam 40 vite, është bu pejgamber. Allahu xhaleshanu ja ka qu shpallën në përmes melaqeve dhe i ka të regu se ti e i veçant edhe ty Allahu Gjellëshanu ka me të dërgu lajme nga qielli edhe i thënë Ibrahimi a.s. i ka pas sukurse ne që e kemi Kur'anin kurse Ibrahimi a.s. i ka pas disa fleta suhuf Ibrahim, fletat e Ibrahimit a.s. që Allahu Gjellëshanu e ka shpallë si pejgamber edhe ka qenë në kohën e tij. Si ligjet e tij kanë qenë vetëm në kohën e tij, edhe pastaj pejgamber tjerë, dikush ka punu me pejgamberin që ka qenë, e dikush është ardhur me ligje tjerë, e këtu është ai dallimi mes pejgamber dhe të dërguar. I dërguari i Allahut. Kur Allahu Gjellëshanu e çon sprov Ibrahimin alayhis salam tek një familje, e cila familje ka qenë familje që i kanë adhuru putave. Bile Azeri, baba ti, baba Ibrahimit a.s. i kanë drejt putat. Edhe Allahu Gjellëshanu e qonë këtë pejgamber të një familje e cila nuk i ka besu Allahut. Paramendo me qu të një hoq të një familje, me dal një hoq të një familje e cila është familje krishtere. Edhe ai thirr në tauhid në Allah, ai thirr në besim në Zot, e kurse baba edhe nona e tij nuk i beson. Pra mendon çfarë sprova është kjo? A ne padyshim a ka mundsi me pas, ka mundsi. Me qenë baba musliman, djali me kon musliman, baba me kon jo musliman. Baba me kon musliman, djali me kon musliman. A ka mundsi? Ka. A ka ndodhur? Ka ndodhur. Ku ka ndodhur? Ka ndodhur te Ibrahimi alayhis salam dhe te Nuhi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam baba ka qenë musliman, Ibrahimi ka qenë musliman, baba ati ka qenë jo musliman.
Nuhi a.s. Si prindër ka qenë musliman, djali I tij nuk I ka besu. Do të këto janë sprova për hoxhën, për atë njeri I cili I thirr xhamatin. Nuk ka sprovë më të madhe që me sprovu në familjen e tij. Po Ibrahim a.s. ka qenë I sprovu edhe non stop e ka thirr familjen e tij t'i bëjnë Allahut ibadet. Ti besojnë Allahu xheleshon. Lloj mënyra ka bo pejgamberi Ibrahim a.s. I ka thirr ata për t'i besu, por nuk I kanë besu. Derisa një ditë prej ditëve, sa ata I kanë pas zotrat. Në çdo shtëpi e kanë pas kanë zot, kanë idhuj që I kanë besu. E Ibrahim a.s. një ditë prej ditëve ata e thirrin, I thonë atë po shkojmë me një vend për ta festu një fest, edhe para se me shku me festu ato shimin kanë shku I kanë lënë ato zotrat e tyre, edhe kanë thënë që ku të vijmë natën të më marr ato shimin se ato zotrat e kanë beku ato shim. E Ibrahim a.s. këtë rast I thotë unë jam I smund, për e shoh diçka se nuk jam mirë edhe kam u smu. Këtë rast gënjen Ibrahim a.s. me thonë tojza se 3 gënjeshtra I ka pas në jetën e tina, edhe që I ka përmend në hadithe, po në këtë rast I ka gënjit për një qëllim pak më të lartë. Edhe pastaj ata shkojnë edhe Ibrahim a.s. qatë ditë në fakt e merr atë shpatën që e ka pas një shpatë edhe I merr edhe I then ato zotrat e vogla. Edhe e merr atë shpatën edhe e let tek zoti I madh, taj kputi, taj idhuj që e kanë pas idhuj më I madh në atë kohë, edhe e ka lënë atë. Në të atë shpatën apo atë tokmakin, atë që kishin çka do një thoni, edhe ata kur kanë natën e kanë pas zotrat e tyre këtë cop dhime. Edhe I kanë thonë, a thu val, kush I ka thy? Atëherë disa për tyre thotë, po m'duket se është një djalosh I cili e ka me Ibrahim, po m'duket ai s'ka ardhur sot me neve edhe ai ka thy. Edhe kur shkojnë ata me marr, edhe Ibrahim a.s. thotë jo, thotë unë nuk I kam thy, thotë po pyeteni këtë zotin e madh që e keni, edhe shpata është tek ky. Është I bardh tek idhuj çka ju I besoni që I thonë një është zoti më I madh, shko pyeteni atë nëse ata kanë mundësi me ju shpjegu apo me fol. Ata e kuptojnë se zotrat e tyre që I kanë pas nga idhuj, që I kanë ndërtu, nuk ka mundësi puti apo qypi me fol, s'ka mundësi. Atëherë kuptojnë se kjo është diçka tjetër, edhe thonë që ti ki thio Ismail, na ki thi zotrat e tona, edhe e morin për ta djeg, e kallin një zard madh, edhe e gjujnë Ibrahimin a.s. në atë zjarin e madh, që e kanë dez, derisa Allahu Gjellëshani thotë zjarit, kun janar kun u berdun wa salam ala Ibrahim, o zjar bëu pash dhe bëu ftoft dhe pash për Ibrahimin a.s. Edhe thua që disa ditë kanë det Ibrahimin atë zjar, edhe thotë ditët më të lumtura në jetën time I kam pas kur kam qenë në atë zjarin e madh I gjutur, nga ana e banorëve të tij, edhe thot kam pas lezetin apo kënaqësinë më të madhe në atë zjar, se Allahu Gjellëshani I thot zjarit banu paq dhe banu I ftoft dhe paq për Ibrahimin a.s. Edhe kur dalin kur dëshimet zjarri mas disa ditëve, ata këtë presin se a thu vallë çka është bo me këtë djalosh. Kur djali Ibrahimi a.s. Saksalem, ashtu sukur se e kanë gjujt, del për pas konopin që e kanë lidh, ja kanë lidh kont, ja kanë lidh dut, vetëm ai konop u ka tjetë. Edhe kalon, edhe Ibrahimi a.s. merr rrugën për me shkue në Siri, në Dimeshk, apo në Sham, në Sham I Sharif. Edhe kur shkon në Sham, Ibrahimi a.s. Edhe këtë popullin e Shamit I thirr ata, edhe ata nuk I kanë besu. Mundohet me vashpjegu se ka një zot, edhe ata nuk besojnë. Martohet me Sarën. Kur martohet me Sarën, atëherë pas ndejes së tij, se ka pas polemik me ato banorët e Shamit, pas ndejes shkon në Egjipt. Kur shkon në Egjipt, ai kryetari I Egjiptit që ka qenë, edhe I thot nëse Ibrahimi, ky djali që e kanë, që ato rojet e tij e kanë zonë edhe për mja quë, për me druzu te ai
kryetari i Egjiptit. Edhe kryetari i Egjiptit në atë kohë thotë nëse ky këtë gruan e ka gruje, thotë unë kam ja marrë, po nëse ka motër kam e lishu. Edhe në këtë rast ajo gënjeshtra e dytë i thot Ibrahimi Saras se nëse të pyet ky kryetari i Egjiptit, do thuaj që më ke vëllaun e të kam motër. Po para kësaj edhe në atë kohë ka qenë edhe Nemrudi. Edhe Nemrudi ka qenë një nga 4 kryetarët e botës që e kanë sundu. Edhe Nemrudi i thot Ibrahimit se kush je ti, pse ke ardhur? Thot unë jam robi i Allahut, unë i besoj Allahut. Thot unë jam Zot, thot ti nuk je Zot. Thot Allahu jem, është ai cili jep jetë dhe vdekje. Thot edhe unë jap jetë dhe vdekje. I merr ky Nemrudi në atë kohë, i merr 2 veta edhe një e pret për gjys edhe tjetrin e let gjallë. Thot e shikon, njërit ja mora jetën edhe tjetrin e lash me jeton. Edhe Ibrahimi a.s. këtë rast që thot nëse ti e Zot, atu vallë mundesh me pru diellin nga perëndimi, se dielli lind nga lindja. Thot nëse ti e Zot, sjellë diellin nga perëndimi, edhe në këtë rast Nemrudi domethënë habitet edhe thot se me këtë nuk pas kam hesap me po polemik. Edhe lishon, e kur shkon pastaj në Egjipt, edhe Egjipti, kryetari i Egjiptit, atëherë e merr Sarën. Kryetari i Egjiptit e merr Sarën edhe don të bën amoralitet. Edhe derisa momentin që i afrohet Saras, Allahu xhalleshanu ja paralizon trupin e tij. Edhe disa herë lut Sarën për ta lut Allahun për me lishu, edhe 3 herë thua që Sara e ka lut Allahun që ta lishon nga paralizimi që Allah e ka paralizu. Edhe kjo e merr vesh se kjo është një punë tjetër, nuk është puna që unë kam qef, domethënë me bo punë të këqija me gruan e Ibrahimit a.s. Edhe në këtë rast, atëherë Ibrahimi a.s. e merr Sarën, edhe dalin nga Egjipti, edhe si shpërblim apo për shkak se Sara e lut Allahun që ta liron nga paralizimi, edhe ja jep një shërbetore e cila është Haxheria. Edhe pastaj dalin në Palestinë këto për me jetu nga Egjipti, jetojnë atë disa vite, edhe pastaj largohen nga Egjipti. Edhe në këtë rast, pasi dalin me Sarën dhe Haxherën, atëherë në atë kohë Ibrahimi a.s. thua që i ka pas 120 vjet, edhe Sara i ka pas 90 vjet. Edhe Sara i thot Ibrahimit a.s. thot pasi unë nuk kam mundësi me pas fëmijë, merre Haxherën edhe martoje, edhe ka mundësi që Allah me dhon fëmijë. Atëherë Ibrahimi a.s. e marton Haxherën, që jep kryetari i Egjiptit, edhe me Haxherën ban një fëmijë e cili është Ismaili a.s. Edhe pastaj nga xhelozia e Sarës, kur e sheh që Haxheria, e cila ka qenë shërbetore edhe e ban një fëmijë me burrin e vet me Ismailin, normal martohet, atëherë i thot ma largo këtë fëmijë me këtë gruje edhe çoje ku dush. Atëherë Haxheria, atë Ibrahimi a.s. me Haxherën dhe Ismailin vjen në Mekë. Kur vjen në Mekë, e lën Haxherën me Ismailin a.s. në Qabe, ku do të shkojnë tash. Sakt e lën të vendin bashkë në Qabe, edhe e lën në vendin ku edhe është edhe uji Zemzem. Edhe Haxheria në atë kohë vetëm s'ka pas Mekja as një dron, hiç as një pemë, as një bereqet s'ka pas. E le, qërat Allah, e la Ibrahimi a.s. Haxherën me Ismailin me një lugin ku nuk ishte as një bim, hiç, këtë pasësi. Edhe Haxheria në atë moment Ibrahimi niset për Sham, në tonë shkon në Sham ku e kalon Sarën, në tonë se Sarën e le, në tonë që ati se Shami është një Siria, një pjesë e Palestinës, i Jordanit, Libanit e kështu me radhë,
edhe e le edhe shkon te Sara. Hajira I thot ku po na le me një vend këtu s'ka as ujë as kurrë. A thu po kjo është urdhni I Zotit? Thot po. Po të urdhni Allah më ka urdhënuar që unë më kthej te gruaja ime, te gruaja e parë, te Sara edhe e le Hajiren me Ismailin në Mekë. Atëherë Hajira alayhis salam fillon të kërkon ujë. Edhe hip në kodrën Safa, ku do të shkojmë ta bëjmë sajin. Kjo ka mbeta I rituali I ibadeti nga koha e Hajiras. Shkon Safa te kjo një kodër afër Çapës, edhe hip te kjo kodra edhe e shikon atu vallë mos po vjen dikush do një kabile e cila do të kalon atë udhë edhe të shkon të kërkon ujë për djemin e vet. Edhe hip në Safa, shikon djatë majt nuk ka asnjë. Pastaj vazhdon Merva, shkon te kodra Merva e cila është një 400-500 metra nga Safa Merva. Edhe pastaj nga aty se ka qenë nga Safaja dhe Mervaja dy kodra, edhe kur vjen te Lugina ja nis me vrapu. Edhe aty në Çabet ku do të shkon, keni me pa se janë një dy drita apo një dritë e jeshil, e të ajo drita e jeshil kemi pa njerëzit duke vrapu. E kjo vrapimi ka mbet prej kohën e Hajiras alayhis salam. Se ka qenë Lugina ajo u ka dash me vrapu edhe për shkak me shkuar tek kodra tjetër me hip që me shiku ato vallë ka dhe një kabile dhe një karavan që do të vjen edhe të kete ujë që të marrë ujë për Ismailin për djelën e vetë. Shkon Merva, shikon nuk ka asnjë, nuk shef asnjë njeri. Pastaj kthehet në Safa, pastaj edhe në Safa nuk shef asnjë. Kthehet Merva, sa I ban 7 herë. Prej Safa në Merva një herë, prej Merva kthehet në Safa 2, pastaj shkon Merva 3, kthehet në Safa 4, shkon në Merva 5, kthehet në Safa 6, shkon në Merva. Fillojmë nga Safa dhe mbaron Merva. Kur shkon 7 herë në Merva, Hajiri alayhis salam e shef do njerëz duke ardhur. Se arabët nuk kanë pas vend caktuar. Çdo herë janë stacionuar vende ku ka pas ujë, se janë të pasë shumica e gadishit arabik është shkretin. Edhe ata në atë kohë janë nis kur I ban 7 herë, janë nis edhe Zemzemi me dal. E vjen Xhibrili alayhis salam dhe I mshon tokës me flatrat edhe tel Zemzemi, që I thua që është bunorin apo rronit I ka nga xheneti. Edhe kur del kjo Zemzemi atë shkon në Hajiria edhe I thot Zemzem, mlidhu. Edhe mlidhet e ujë edhe pastaj thot alhamdulillah tash ka ujë edhe nuk mërzitet. Pas një kohë vinë edhe pastaj arabët kur e shohin që në atë vend ka ujë, edhe vinë stacionon nga Jemeni. Kur vinë arabët nga Jemeni, atëherë Ibrahimi para se të martohet vjen disa herë Ibrahimi alayhis salam në Mekë, para se të martohet Ismaili, Ibrahimi vjen në Mekë edhe kur I ka 10 vjet, 12 vjet, edhe shkon edhe don Allahu xhaleshani thot para se me ta qua Allahu Ismailin ti I premtova Allahu se nëse Allahu ta çon një evlat ti ke me bë kurban. E thot tash ka ardhur koha që ti ta bësh kurban. Edhe del aty në një 5-6 kilometër nga Mekë, kena me pa atë vendin ku ka dash me prej Ibrahimi alayhis djalin e vet Ismailin. Edhe në atë vend vjen shejtani dhe I ban vezvese, edhe Ibrahimi alayhis I merr disa gurzi edhe e gjun 3 ditë rresht e gjun shejtanin për ta largu se kjo është vezvese nga shejtani, kurse Ibrahimi alayhis me ka pa ëndër që me prej djalin e vet, në thonë sa është gjallë. I ka pas tuat Ismaili I ka pas në atë kohë 10-12 vjet apo ma pak apo ma shumë, nuk është më rëndësi, po ka qenë djalosh. Atëherë I thot Ismailit, unë e kam pa një ëndër që duhet me të prej. E Ismaili alayhis salam thot, o baba im, ëndrën tënde çoj në vend, ëndrën tënde çoj në vend, se unë keme mëgjet për atyre që kam e bo sabër. Edhe Ismaili alayhis salam këtë rast ban sabër, edhe e merr Ibrahimi alayhis salam thikën për ta prej, djalin e vet Ismailin, e merr thikën edhe thika nuk pret. Kur nuk pret thika, atëherë I mshon ma thik burrit çat për në ton ndysh.
E kupton se kjo nuk është çështje e thikës, por është çështje Allahu kupton bon dhe bon. Edhe thika nuk ka mundësi me prej me lejnë Allahut. Ketë ki me sprej, ama kur Allahu nuk do nuk ka mundësi. Edhe në këtë rast Allahu xhaleshan ja çon një dash me brina nga xheneti, edhe i thot Ibrahimit se ëndrrën tonë e çove në vend, e tash ne ta kena pru një dash, edhe ky dash, ky kurban është për ty edhe për krejt musliman besimtarë që do të vinë deri ditën e Kiametit. Edhe ne kur bëjmë kurbana, vendin ton Kurban Bayram, e kemi këtë adhurim nga në koha e Ibrahimit a.s. që e ka thërë për begatin e ti. Se tash, shikoni, kur Allahu Gjellëshanu ta qonë një begati, një mirësi, e muslimoni qka duhet me bo? Duhet me fal namaz, edhe duhet me prej kurban. Si shtot Allahu Gjellëshanu, inna atajna kel kauthar, fasalli li rabbike wanhar, inna shanike hua lefter. I thot Muhammed a.s. O Muhammed, ty ta dhan kautherin, ta dhan lumin e xhennet, edhe ti tash pasi ta dhan një mirësi, një begatit madhe, ti tash dush mu qu edhe me prej kurban, me fal namazin edhe me prej kurban për Zotin tën, e ata që ka flasin për ty se ti e hiseshkim, ata kanë me kon hiseshkim, se emri jot ka mu përmen deri ditën e Kiametit. Edhe në këtë rast Ibrahim a.s. e pren kurbanin edhe thot që kjo është në tonë si ibadet edhe jetë ki ibadet deri në ditën e Kiametit. Pastaj Ibrahim a.s. kthehet në Sham te gruaja e tij Sara. Pastaj në atë kohë edhe martohet Ismail a.s. Rritet, i ban 20 vjetë, 23, 24 martohet me njënën, ajo nuk është që them të ne falendruese ndaj Allahut. Edhe kur vjen Ibrahimi e gjon atë gruan thot nuk kemi janis më kaj. Edhe Ibrahimi a.s. që e dini rastin të vin pak më shkurt, se jam të po disa duke flet, duke u kot, po si do kop të vin pak më shkurt. Edhe Ibrahimi a.s. i thot asoj grus, nësë kur vjen ai burri jot, thunë ta ndroje pragun e derës. Vjen Ismail a.s. me pyet a ka ndikush, kush ka kon thot keni një burr me mjekër, një plak me mjekër të bardhë, edhe më tha me ndru pragin e derës, tha pas ka qenë baba im Ibrahimi, edhe e lishon atë gruan. Pastaj martohet me një tjetër, kur vjen prap Ibrahimi a.s. edhe e pyet, shkon te shtëpia vet, te shtëpia e djalit, thot ku është burri jot, ka dalë, thot më rrezik me lip, thot a keni me hangër, thot elhamdulillah, anis me thon elhamdulillah për çdo begati, thot thuj burrit tanë ta marrë pragin e derës. Pastaj vjen edhe për skatët e herë, edhe i thot Ismailit, o djali em, Allah më ka urdhnu me ndërtu qabën, ku kina me shku me pa. Bashkë me Ismailin, Ibrahimi a.s. e rindërtojnë, se qabën e ka ndërtu me laqët shpillimisht, pastaj Ademi, pastaj u shprish, e pastaj kur vjen Ibrahimi a.s. e rindërton. Nga toka temelet i ka pas, nga me laqët që i ka imnu, e pastaj Ibrahimi me djalinet e rindërton qabën, edhe e ban qabën, kër e ban qabën, atëherë Allahu të thonë tash çka të bëj, atëherë thotë wa adhin fil nasi bil hajji yatuka rijalan, po tash çohu dhe thirrë njerëzit me ardh në haxh, do të vinë nga çoshi i dunjos, a me deve, a me aeroplan, a me autobus, a këmbëzbatur, a duke hes, kryesore duaja jote ka me mri. E sot duaja Ibrahimit a.s. që ka shkuar në Arafat, ajo koda e rahmetit, që kina me shku edhe ne, që atir thuhet që ka hip edhe i ka tir njerëzit për me ardhë në haqë numre, edhe ne sot po vim nga jo thirja që na ka tir. E kini po, dikush thot, pse s'po vjen? Po së më ka thir Ibrahimi a.s. Alo së më ka thir Ibrahimi a.s. Kur Allahu ja ban zemrën e ti, atëherë një me është ajo duaja Ibrahimit, apo thira Ibrahimit që i ban kabul edhe vjen njeriu. Se kemi thënë edhe disa herë, njeriu nuk vjen këtu ai cili ka kohë shumë, ai cili ka vakt, ai cili ka pasuri, ai cili ka shëndet. Ne kemi plaka me kolic. Ta patup të ardhë, por qëllimi i saj është për më ardhë me shkue në qabe. Sa ka të shnosht e ne që janë saksalen, nuk vinë. Nuk do me thonë vjen këtu ai cili është me shnet, po këtu vjen ai cili ka iman, ai cili ka besim, ai cili Allahu e thret, edhe ne jemi misafir të Zotit. Edhe pastaj masi e ndërton qabën, Allahu Gjellëshanuhu ja qon Sarës Jakubin a.s. një djallë.
Jakubin a.s. Edhe kur kalojnë në Sham 3 melaçe, edhe vinte Sara, ka qenë Ibrahimi a.s. në shtëpi, edhe Ibrahimi a.s. pak sikurse muhabit apo frigët, për shkak se këto njerëz pasi Ibrahimi a.s. e merr një lop apo një hajvan e pret, se ka qenë gjymert i misafirve. Në tonë, çdo misafir që ka shku te Ibrahimi a.s. në tonë, i ka prej dash apo çka ka pas mish. Edhe kur ja servon këtyre 3 misafirve, atëherë këto misafirët nuk janë nisin me hongër. Momentin që ata nuk i afrohen mishit, Ibrahimi a.s. i thot, kush jeni ju? Se s'ka bo vaki dikush mës me hongër atë jemekin apo atë darkën që ja ka servu Ibrahimi a.s. Thotë, ne jemi Gjibrili, Mikaili edhe Israfili, melaçe e vdekjes. Tu 3 melaçet më të mëdhoja. Pse? Se thotë, ne kina me shkue me dënu popullin e Lutit, që është, në tonë që ate Jordan e send, në tonë, nga detit të vdeku. Thotë, ne kina me, thotë, ne imi nisë për me shku me dënu, po kina me ta pru një myshde. E qëfar myshde? Thotë, sepse gruaja jote ka me lind, apo ti ke me pas edhe një djalë me Sarën, i cili ka me pas edhe një Jakub, po edhe ka me pas edhe një nip ki me pas, i cili ka me dal Jusufi a.s. Jusufi, djali Jakubit, apo Jakubi është djali i Ibrahimit a.s. E kështu Allahu Gjellëshanu e gëzon Ibrahimi a.s. me Ismailin edhe me Jakubin, edhe pastaj kur i ban Ibrahimi a.s. 180 vite, atëherë vdes, edhe vinë 2 djemt e tij e vendosin në Palestinë, kurse Haxheria vorin e ka në Mekë, edhe Sara edhe ajo e ka vorin në Palestinë. Do të thonë, çka ke pika shkurta, ka kamet haxhi, ka kamet umreja, edhe ka kamet ajo tavafi, tavafi kametin kohën e Ibrahimit a.s. edhe Safa nërba kametin kohën e Ibrahimit a.s. edhe është ati me kam i Ibrahimi, thojnë, vendi Ibrahimit, ati ka qenë është kom të Ibrahimit a.s. që kina me pa, me gjam është të verë, është një repekume, një objekt i vogël me gjam, e me shku me pa janë kom të Ibrahimit a.s. Ajo është, ka qenë, në thonë, si skele është në thonë, funksionon ka qenë si skele, ku njerëzit kur e bën një skele dhe hipin atë ndërtesën, edhe ajo ka qenë si skele, është qu nga mrekullit e Allahut, edhe është qu me lejnë Allahut, edhe është ull, i ka marrë guzit edhe ka ndërtu, do më thonë, qabën, që tash ne kina me shku edhe për me pa, në thonë atë qabën, apo kiblen e parë të muslimanëve. Kible e ditë se kible e parë të muslimanëve ka qenë Mesxhidi Aksaja, kurse kible e ditë edhe kjo kible do t'jete për musliman deri ditën e Kiametit. E keni bërë?